Derisa vendet e rajonit dhe vendet evropiane janë duke bërë gara për të investuar në kapacitetet e treja të prodhimit të energjisë elektrike, në panela solar apo në erë apo dhe hidro, në Kosovë edhe me tutje dominon agjenda politike e cila po e ngulfat çdo ide dhe çdo projekt që ka rëndësi strategjike për Kosovën. Nuk është në pyetje vetëm dështimin në ndërtimin e termoelektranës së re apo Kosovës C, është shqetësuese fakti që në Kosovë flitet për energji alternative, po ato energji alternative mesin vetëm fjalë në kampanja zgjedhore, për realitete dëshmon të kundërtën. Derisa Evropa sot siguron më tepër se 47% të energjisë elektrike nga burimet e ripërtërishme, në Kosovë ndër vite është fol shumë dhe nuk është bë asgjë. Të vetmet që kanë mbetë deri më tani janë parku i Bajgorës në energji të erës, që ka afër 105 megawatt, kemi diçka në biomas, po projekte pompoze të paralajmëruara janë duke dështuar nga dita në ditë. Sot investorët kosovar apo biznesmen kosovar janë investorët më të mëdhej në energji elektrike në Maqedoni, që prodhohet në bazë të erës dhe të diellit, që dëshmon që në Kosovë nuk ka kushte adekuate që të tërheqim investime jo vetëm të huaja, po edhe të investorëve vendor. Procedurat birokratike janë vërtet shqetësuese, mungesa do thotë në një komunikim të mirëfillt dhe një debat publik është duke munguar, dhe kur krejsa i shruhet fakti që si duket ai që e kontrollon importin e energjisë elektrike, importin e derivateve të natës dhe importin e prodhimeve farmaceutike e ka interesin zero për të ndërtuar kapacitetet të reja në Kosovë. Ky është turpi i kohës që e ka kapluar Kosovën, të jesh vendi i dytë në Evropë dhe i katërt apo i pestë në botë me thëngjell dhe të jesh i varur nga importi i energjisë elektrike, është shqetësuese. Të kesh këto mundësi për energji të erës dhe për panela solar dhe të mos bëhet asgjë, vetëm të flitet, është mjerimi i dytë. Dhe e treta, definitivisht gjithë ato parashikime dhe konferenca për media, si duket kanë qenë nga ana institucionale vetëm kampanja zgjedhore dhe marketing politik, po jo diçka që përfiton qytetari i Kosovës, jo diçka që përfiton ekonomia e Kosovës, sepse më tutje Kosova është e varur nga importi i energjisë elektrike. E tëra kjo dëshmon faktin që në Kosovë mungon përgjegjësia institucionale dhe individuale në emër të projekteve publike. Sot shumë më tepër mbron interesat e grupeve të caktuara dhe përfitimet do thotë e grupeve të lidhura me politikën, por këtë po e pagun qytetari, këtë po e pagun komuniteti i biznesit, dhe nuk duhet të na habit fakti që nga Kosova nuk ikun vetëm qytetarët nga fakti që është humb shpresa se në Kosovë mund të jetohet, po i kapitali dhe ikun do thotë bizneset të cilat mshiren apo satisfaksionin për të investuar po e gjejnë shumë më lehtë në vendet të rajonit sesa në Kosovë. Problemi më i madh është që në Kosovë mungon përgjegjësia qoftë institucionale, qoftë individuale. Është koha kur duhet të kërkohet llogaridhënie, po nuk mund të kërkohet llogaridhënie nga ata që mund në mungesë të energjisë elektrike dhe duke bllokuar projekte të shumta kapitale përfitojnë përmes importit të energjisë elektrike. Si duket është kalit traseja që në Kosovë shumë më tepër ka fitime nga tregtia me energji elektrike duke importuar sesa duke prodhuar. Prandaj bllokohen projekte strategjike, qoftë në thëngjell, qoftë në erë, qoftë në ujë, po edhe në panela solar, siç është rasti që do të ketë dështime do të thënë në parkun solar në Suarek, dhe kjo e dëshmon definitivisht mungesën e përgjegjësisë. Por është një moment ku të gjitha këto po shiten, sepse e vërtet nuk po kërkohet llogaridhënie, nuk po kërkohet përgjegjësi dhe do thotë po vazhdohet me avazin e vjetër që Kosova të varfërohet, jo të zhvillohet dhe jo të jetë eksportuese, po të jetë importuese energjisë elektrike.